Kryetari i Partisë Republikane, Fatmir Mediu, ka zhvilluar një sër takimesh të nivelit të lartë në Washington, ku në qendër të diskutimeve ka qenë forcimi i marrëdhënieve strategjike mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara, si dhe roji i vendit ton në stabilitetin e rajonit të Ballkanit. Gjatë një darke të organizuar nga General Zapanta në nder të zëvendës sekretarit amerikan të shtetit, Christopher Landau, Mediu pati mundësinë të diskutojë me zyrtar të lartë dhe ligjvënës amerikan, përfshirë kongresmenët Pete Sessions dhe Keith Self. Në fokus të bisedave me zëvendës sekretarin Landau ishte mbështetja e vazhdueshme amerikane për konsolidimin e demokracisë në Shqipëri. Mediu nënvizoi domosdoshmërinë e luftës kundër krimit të organizuar, trafikut të drogës dhe korrupsionit, si kushte themelore për një sistem drejtësie të pavarur dhe funksional. Një pjesë e rëndësishme e takimeve iu kushtua sfidave të sigurisë në kuadër të NATO-s. Kreu i PR-s theksoi rëndësinë e angazhimit për investime në mbrojtje, duke arritur nivelin prej 5% të GDP-s. Këto investime janë thelbësore për të garantuar një deterencë të besueshme ushtarake, stabilitet afatgjatë dhe një partneritet të qëndrueshëm politik e të sigurisë në rajonin problematik të Ballkanit, përballë ndikimit keqdashës të Kinës dhe Rusisë, deklaroi Mediu pas takimeve. Vizita e kreut të republikanëve në Washington rikonfirmoi rëndësinë e bashkëpunimit strategjik në Ballkan, ku roli i Shqipërisë shihet si kyç për garantimin e së ardhmes euroatlantike të rajonit.